Kemi folur në kanal për librin e Enohut dhe arsye se përse ai libër nuk u fut në Bibël. Arsye këto që janë të lidhura fort me autorin e Biblës, që sipas logjikës nuk është qenie njerëzore. Kush nuk e ka dëgjuar atë emision është mirë që ta dëgjojë, dhe pastaj dëgjojë emisionin e sotëm. Megjithatë po them dy fjalë për këtë profet, sa për kujtesë. Enohu ishte një figurë shumë e rëndësishme në traditat biblike, ebraike dhe ezoterike. Në Bibël përmendet thjesht si Enoh, stërgjyshi i Noes famshëm të arkës dhe i biri i Jaredit. Sipas Zanafillës, ai jetoi para përmbytjes madhe. Bibla thot vetëm se Enohu eci me Perëndin, pastaj nuk u pa më, sepse Perëndia e mori. Shumë tradita e interpretojnë si ngritje në qiell pa vdekur, transformim shpirtëror ose si marrje nga qenia qiellore. Enohu konsiderohej njeri me dije të jashtëzakonshme dhe dinte lëvizjet e yjeve, sekretet e universit, matematikën dhe kalendarët, si dhe njohuri të ndaluara që ju dhanë njerëzimit nga rojtarët ose engjëjt e rënë. Ky libër, siç edhe kemi thënë në kanal, u gjeti ruetur tek Kisha Ortodokse Etiopiane dhe gjithçka që përshkruhet atje ka të bëjë me UFO-t dhe teknologjinë e avancuar. Te ky libër thuhet se disa engjëj zbritën në tokë, u bashkuan me gratë njerëzore dhe lindën gjigantët në Filim. Enohu u bë ndërmjetës mes njerëzimit dhe këtyre qenieve. Në traditën mistike ebraike, më vonë Enohu identifikohet edhe me engjëllin Metatron, një nga qeniet më të fuqishme qiellore në Kabala. Nga besimtarët quhet profet, por në teoritë alternative të kanalit, Enohu mori dije jashtëtoksore nga vetë jashtëtoksorët. Por nuk është vetëm libri Enohut që është zbuar nga Bibla. Ka dhe shkrimet të tjera të cilat tregojnë dije jashtëzakonisht të avancuara, të cilat do t'i hapnin syt racës njerëzore për të kuptuar hilen e fesë. Një nga këto shkrime është edhe Apokalipsi i Abrahamit, një shkrim i censuruar për qindra vjet. Çfarë thuhet në të? Mendoni për një moment pallate të tërë të lidhur me njëri tjetrin dhe qirruar nga roje, të cilët të kërkojnë për të hyrë një vulë të veçantë apo një fjalë kalim. Qofse do të gaboni sadopak, do të vriteni në vend me rrufe zjarri. Në qofse thoni kodin e saktë, do të shkonin te pika e dytë e kontrollit, ku do t'ju kërkojnë të themi zërin tuaj, i cili duhet të thot fjalë të veçanta për të hapur dyert e pallatit të dytë, e kështu me radhë. Mos mendoni se është një film Misioni i pamundur me Tom Cruise, por pikërisht kështu është shkruar te Apokalipsi i Abrahamit. Por ku ndodhen sipas këtij shkrimi këto pallate? Këto pallate nuk ndodhen në tokë, por në qiell, dhe në to, thot shkrimi, shkohet me karroca të zjarrta, njësoj si te libri i Enohut. Në Amerikë këto 2 vjet e fundit kemi përpjekje të madhe të jorryme të cilët duan të bëjnë publike jetën jashtëtoksore në planet. Një nga pionierët në këtë fushë është dhe kongresmenja Ana Paulina Luna, e cila ka bërë një post në të cilin thot: lexoni librin e Enohut. Për mendimin tim personal, kjo kas njerëzish është për të përgëzuar, sepse rreziku për jetën është aktual. Janë zhdukur këto muajt e fundit shumë persona kyç në programet e fshehta që kanë thënë të vërteta të frikshme, me në krye Amy Eskridge, e cila zbuloi dimensionin e 8 dhe pastaj zhdukur nga faqja e dheut. Do të flasin në emision në vete për këto tema. Pra, libri i Enohut është vetëm maja e icebergut e një grupimi literaturash të cilat nuk e kanë parë dritën e diellit për qindra vjet me radhë. Sot do të flasim pikërisht për këtë histori të ndaluara fetare, duke filluar nga kristianizmi dhe judaizmi, më shumë nga lindja e mesme. Shumë besimtarë të krishterëve që fut janë kryqëzuar për këto dije, të cilat në fundit janë hequr nga Bibla, thjesht se nuk mbështet variantin biblik të ngjarjeve. Këta libra ishin shumë diskret dhe shpesh jepnin udhëzime të sakta për mënyrën se si mund të kontaktohej me këto qenie qiellore. Vetë Enohu u kthye në profet apo qenie e tillë me emrin Metatron. Studiues serioz sot fushës mendojnë se fenomenet UFO nuk zën fill direkt pas luftës së dytë botërore, por se historia e tyre është e vjetër me qindra mijëra vjet. Ka kaq shumë artefakte, hieroglife në përshkëmbi, zbulime arkeologjike e me radhë, na tregojnë se të parët tanë kanë parë në qiell po të njëjta fenomene që shohim dhe ne sot. Duke filluar nga qenia jashtëtoksore që vinë në planetin tonë me teknologji të themi Star Trek, e deri tek qenet e tjera, që vinë tek ne nga dimensione të tjera, të cilat njerëzit kanë nderuar si zota. Të gjitha këto kanë parë dritën e diellit këtë kohë sepse Washingtoni ka publikuar tashmë dhe ka folur hapur për demonët apo dhe engjëjt.
Kur folën për librin e Nohut, disa nga ju besosisht treguar skeptik, por prisnin pak të dëgjonin se çfarë thon tekstet e vjetra të fshehura prej më së 2000 vjetësh. Kemi librin e Ezekielit, librin e Jubileut, librin sllavë të Nohut, librin e gjigantëve, librin e Apokalipsit të Abrahamit, e kështu me radhë. Dhe të merremi sot me engjëllin e vogël Metatron, ndërlidhës midis njerëzve dhe Zotit, i cili jetoi 365 vjet dhe që qej vetmi që nuk vdiq, por u mor lart nga Zoti. Kemi thënë se qej 7 nga 8 mbretëri që mbretëruan në tokë, që nga krijimi i Homo sapiensit deri tek përmbytja e madhe. Në libër flitet për rojët dhe vëzhguesit, të cilët zbritën në tokë dhe morën për gra toksore, me të cilat pastaj lindën fëmijë, të cilët u quajtur Nefili, që janë gjysmë zota. Thelbi është se këto qenie filluan të rojnë në tokë dhe pastaj bën gabimin e pafalshëm, duke u treguar njerëzve sekretet qiellore. Zoti apo Jahve vendosi të shkatërrojë tokën me anë të përmbytjes, dhe ky është versioni i shkurtuar i kësaj historie. Sot do t'i hedhim një sy shkrimet të tjera që flasin për këtë temë, por shumë më me hollësi. Dhe një nga këto të dhëna është kontakti që krijohej me këto qenie, dhe që këtu nuk bëhet fjalë për lutje, por për një procedurë më materiale. Filloj me librin e Jubileut. Libri i Jubileut njihet edhe si Gjeneza e vogël, e shkruar në shekullin e 2 para Krishtit dhe është gjetur në detin e vdekur, pranë Qumranit. Është një tekst i lashtë hebraik që zgjeron historitë e librit Gjenezës dhe pjesërisht të Eksodit, dhe konsiderohet si një tekst apokrif nga shumica e traditave fetare, megjithse Kisha Ortodokse Tevahedo e Etiopis e konsideron kanonik. Quhet dhe Gjeneza e vogël, sepse ritregon historinë nga krijimi i botës deri tek Mojsiu, por me më shumë tepër detaje mistike, engjëj, kalendar qiellor dhe interpretime sekrete. Libri flet për krijimin e botës në periudha jubileje, pra cikle prej 49 vjetësh. Tregon historinë e Adamit dhe të Evës, rënien e engjëve dhe gjigantët, nefilimët, flet për Enohun dhe njohuritë qiellore, flet për Nohan dhe përmbytjen, flet për Abrahamin, Isakun dhe Jakovin, si dhe për ligjet dhe festa që u dhanë nga engjëlt. Ky libër shumë i njohur në qarqet ezoterike sepse përshkruan engjëj që komunikojnë drejt për drejt me njerëzit. Flet për tabletat qiellore, ku është shkruar historia e njerëzimit. Jep detaje mbi demonët dhe udhëheqjen e tyre mastema, figurën ngjashme me Satanin. Dhe thot se Enoh mori dije sekrete nga engjëlt. Libri i Jubileut lidhet shumë me librin e Enohut. Të dy tekstet flasin për rënien e lojtarëve, gjigantët dhe njohuritë e ndaluara që u dhanë njerëzimit. Dhe në tradita mistike hebraike, Enoh besohet se u transformua në engjëllin Metatron pas ngritjes së tij në qiell. Ky libër nuk përfshihet në Biblën zyrtare hebraike apo shumicën e biblave të krishtera dhe konsiderohet apokrif ose pseudo-epigrafik nga shumë teologë. Për temat që trajton, engjëjt, dijet sekrete dhe kronologjitë e lashta, libri i Jubileut ka ndikuar në shumë teori moderne mbi qenjet qiellore dhe tekstet e humbura antike. Le të sqarojmë diçka. Fjala apokrif vjen nga greqishtja apokrifos, që do të thotë i fshehur, sekret ose jo publik. Në kontekstin fetar, një libër apokrif është një tekst i lashtë me temë fetare, por që nuk u përfshin në kanunin zyrtar të Biblës nga shumica e autoriteteve fetare. Pra, këto libra ekzistonin dhe lexoheshin, por kisha ose rabinët nuk i konsideruan pjesë të shkrimit të shenjtë zyrtar. Libra apokrif janë libri i Enohut, Jubileut, Gospel of Thomas, Gospel of Mary. Përse quhen apokrif? Arsyet kryesore. Kishin ide që nuk përputheshin me doktrinën zyrtare. Origjina e tyre ishte e paqartë, disa prej tyre u shkruan shumë më vonë se ngjarjet që përshkruanin, dhe kishin përmbajtje mistike ose ezoterike. Që të jem sa më të qartë, le të jap një shembull të thjeshtë për të kuptuar hilen. Dihet se sot paktën 50% të mafjes farmaceutike ka në dorë Rockefeller. Kur vjen puna për shëruar kancerin, ti detyrimisht do të kalosh në procedurën e kimioterapisë, e cila nga ana e saj është vrasëse. Por po ti pyetësh doktorët, do të thonë se kjo është procedura. Vetë doktorët kanë kaluar sistemin e tyre arsimor, i cili kontrollohet nga vampirët. Dhe vetmja rrugë që ju është mësuar është ndërhyrja kirurgjikale, dhe pastaj që të jemi brenda,
Pasi operacioni ka dalë me sukses, duhet të bëjmë kimjo. Sipas një manuali të brendshëm të zbuluar të Rockefellerëve, agjenda është kjo. Çdo pacienti me kancer do t'i marrin nga $50,000 deri në $300,000 dhe pastaj do ta vrasin. E njëjta histori me Biblën. Pranohet zyrtarisht ajo që thot vërtetën. Të tjerat janë apokrife. Sa herë që del ndonjë vërtet në media, direkt përdoret tok fjalë si teori konspiracioni. Besoj se isha i qartë. Pra, sipas librit të Jubileut, engjëj zbritën në tokë dhe filluan të mësojnë njerëzit shkrim dhe këndim, bujqësinë dhe drejtësinë, si dhe matjen e kohës. Thuhet se shkrimi është dhuratë e engjëjve dhe Enoku që njeriu pari lexuar në histori. Në atë kohë, njerëzit përdorin kalendarin e pasakt hënor, ndërkohë që engjëjt këmbgulin për kalendarin diellor me 364 ditë. Përmendet Enoku dhe thuhet se ai kaloi 6 jubileja dhe ju tha se çfarë ndodhte në tokë dhe në qiell. Thuhet gjithashtu se ju tregua pushteti diellor dhe se si ai funksionon. Instruktorët kishin dije orbitale të mekanikës dhe u përpoqen të organizonin shoqërinë njerëzore me zhvillimin qiellor. Njësoj si tek Enoku, tek libri i Jubileut flitet për artin e qenieve që quheshin rojet, të cilët zbritën në tokë në ditën e Jeredes, babait të Enohut. Shkruhet gjithashtu edhe tërheqja biologjike me gratë toksore, si dhe shtrira e padrejtësive pas këtij bashkimi, gjë që solli më vonë kolapsin total. Te kapitulli 10 shkruhet se pas përmbytjes, njerëzit e mbetur kërkuan falje dhe nefilimet e mbetur keqtrajtonin këtë pjesë. Zoti pastaj urdhëroi engjëj që të shpëtojnë 90% të këtyre qenieve në vend të eliminimit total, dhe 10% u vunë në udhëheqjen e tyre. Engjëjt pastaj u mësuan një mjekësi të re mbi bazën e mjekimeve bimore që të rezistonin sëmundjeve që kishin përhapur nefilimet. Detyra e Enohut, thuhet në librin e Jubileut, që të shkruante dijet e shumta që mori dhe t'i ruante për brezat e arshëm, dhe që i pari njeri që mësoi shkrim dhe këndim, dije dhe urësi. Ky libër fokusohet më shumë në sistemin e kontrollit, ndërkohë që libri i Enohut përshkruan hapësirat qiellore dhe objekte fluturuese. Shkruesi i librit të Jubileut që një lloj administratori, i cili shkruaj se si ndërhyrja jashtëtoksore ndryshoi pa ndërprerë civilizimin njerëzor dhe strukturën biologjike të tij. Dhe le të kalojmë tani tek teksti i quajtur Apokalipsi i Abrahamit. Është një vepër po aq fantastike sa libri i Enohut dhe është një tekst hebraik apokrif, i shkruar ndoshta midis shekullit të parë dhe të dytë pas Krishtit. Ai gjithashtu nuk bën pjesë në Biblën zyrtare, por konsiderohet shumë interesant për temat mistike, vizionet qiellore dhe luftën mes dritës dhe errësirës. Libri ndahet në 2 pjesë kryesore. Abrahami i braktisë idhujt. Në fillim tregohet se si Abrahami kupton që idhujt e babait të tij nuk kanë fuqi reale, dhe këtu ka skenën simbolike ku statujat rrëzohen, disa digjen, dhe Abrahami fillon të kërkojë Zotin e vërtet. Kjo pjesë shihet si kalimi nga paganizmi tek monoteizmi, udhëtimi qiellor. Kjo pjesë është më misteriozja. Abrahami udhëhiqet nga engjëllt Jahoel, engjëll ky që ka emrin të lidhur me emrin hyjnor, përshkruhet me pamje të frikshme dhe të ndritshme dhe çon Abrahamin në qiell për të parë misteret e universit. Abrahami sheh yjet e strukturën e qiellve, fatin e njerëzimit, mëkatet e botës, sakrificat dhe korrupsionin, si dhe figura demoniake, ku më i famshëm është Azazeli. Azazeli përshkruhet si qenie e errët, korruptuesi i njerëzimit, sunduesi i kaosit dhe i mashtrimit. Ky është një libër i famshëm, sepse përmban vizione apokaliptike, udhëtime ndërdimensionale, engjëj me forma të pazakonta dhe përshkrimi që disa sot i lidhin me teori mistike dhe interpretime për alienet e lashtë. Versioni më i plot që ka mbijetuar gjendet në gjuhën slave kishtare, sepse origjinali hebraisht ka humbur. Thuhet se është shkruar direkt pasi romakët shkatruan tempullin e Jeruzalemit në vitin 70, dhe se janë po ata autorë hebrejnë që jetonin ose në Egypt ose në Palestinë, dhe që përkitin po atyre grupeve që shkruan librin e Enohut. Ky tekst që është zakonisht rrezikshëm për dogmen fetare, kështu që u zbua nga Bibla, është përkthyer në gjuhën e vjetë slave në shekullin e 10 apo 11 me shumë gjasa në Bullgari ose në Kievin rus, dhe mbijetoi fal mugjeve të manastireve të ndryshëm ortodoks. Kjo vepër u gjet në Rusinë carise në shekullin 19. Në këtë tekst kemi dëshmitar që pat tokën nga ajri,
dhe ky që njeriu më rëndësishëm për kristianizmin, judaizmin dhe islamin dhe që jetoi para 4000 vjetësh. Zëri hyjnor e urdhëroi të lindte shtëpinë e tij dhe të dilte në shkretir, ku dhe ju paraqitej engjëlli Johael, i cili e ngriti në qiell. Nuk që një proces shpirtëror, por është përshkruar me imësi. Vetë Abrahami tregon se engjëlli nuk që ashtu siç e mendon shumica kur dëgjon fjalën e engjëll, por e përshkruan si qenie me pamje të frikshme. Trupi i tij që si zafir dhe fytyra si krizolit, një gur i çmuar apo gjysmë i çmuar, me ngjyrë jeshile dhe ari. Zëri që si bubullim, dhe në këtë rast duhet pyetur se Abrahami ka parë një qenie apo një anije kozmike. Vetë ai thot se zemra që e mbushur nga frika, por Joel e qetësoi. Pati ndjesinë e humbjes së peshës dhe të orientimit ndërkohë që kalonte midis stresave të ndryshme drite që e ngriti në qiell. Abrahami pothuajse humbi ndjenjat. Arriti të shohë poshtë lumen dhe liçene, popull dhe qytetet të rreth tokës poshtë. Pasi kaloi 6 qiejt e parë, që qenë të mbushur me zjarr, dritë dhe i numër të pafundur shtrishme engjëj. Abrahami u ngjit në nivelin e 7. Ku me ndihmën e Joelit, kaloi murin e zjarrit që ndante hyjnoren me njerëzore. Abrahami arriti në një fron i cili që bosh, por me një dritë të fuqishme nga pas. Pas pak u dëgjua një zë që u drejtua nga një pamje që quhet panoptikom, pra një pamje nga gjitha nivelet e ekzistencës, që nga hyje drejt tek theksit e tokës, duke treguar gjithë historinë njerëzore. Të njëjtën vizion që përshkruan Abrahami, përshkruan edhe Ezekieli tek përvojat e tij. Shkencëtarët besojnë që të dy nuk ishin gjendje të kuptonin atë që shihnin. Abrahami, në dallim nga Enohu, përshkruan gjeografinë dhe demografinë nga lartësitë të mëdha dhe përshkruan tokën si objekt. Me shumë gjasa, jashtëtoksort kanë patur mundësi hartë tokën në kohë reale. Le të kalojmë tani te diçka më e çmendur. Le të kalojmë te tekstet Hekhalot. Tekstet Hekhalot janë një grup shkrimesh mistike hebraike të lartësisë së vonë dhe mesjetës hershme, të lidhur me mistekën hebraike parakabalistike. Fjala Hekhalot vjen nga hebraishtja Hekal, që do të thotë pallat ose dhomë mbretërore. Këto tekste përshkruajnë udhëtimin shpirtëror të mistikut nëpër pallatet qiellore deri tek froni hyjnor i Zotit. Këto tekste lidhen ngushtë me vizionin e profetit Ezekiel në Bibël, sidomos me vizionin Merhaba, karrocë hyjnore kjo, tek libri i Ezekielit. Për këtë arsye quhen dhe tekstet të mistikës Merhaba. Këto tekste flasin për ngjitjen e shpirtit në qiejt e sipër, për engjëj gjigant dhe qenjet e zjarrit, emra sekret të Zotit dhe formula mistike, për fronin hyjnor dhe oborin qiellor, për himne dhe këngë ngjyllore, si dhe për ritet që duhet të kryente mistiku që të hynte tek pallatet. Në këto rrëfime, mistiku kalon portat të ruajtur nga engjëj të frikshëm. Për të kaluar, duhet të njëjtë emra sekret ose fjalë të shenjta. Ndër tekstet më të njohura Hekhalot kemi Hekhalot Rabati, që do thot pallatet e mëdha, Hekhalot Zutarti, pallatet e vogla, libri i tretë i Enohut, Maseh Merhaba, ose vepra e karrocës, dhe Shiur Qomah, për masat e trupit hyjnor. Tek libri i tretë kemi përshkrimin e transformimit të Enoh në engjëllin Metatron. Lind pyetja se kush i shkroi këto tekste. Autorët e saktë nuk dihen dhe janë shkruar midis shekullit të 3 dhe të 8 pas Krishtit, nga qarqe mistikësh hebrej në Palestinë dhe Babiloni. Tradita thot se i shkruan Rabi Akiva dhe Rabi Ishmael. Këto janë tekste që konsiderohen si pararendëse të Kabalas. Kanë ndikuar jashtëzakonisht në mistikën hebraike dhe konceptet ezoterike për Metatronit, emrat hyjnor dhe strukturën e qiejve. Janë një nga burimet kryesore për figura misterioze si Metatroni, Sandalfoni, engjëjt e Efronit dhe në fund rrotat e zjarrit dhe kerubinët. Shumë studiues i konsiderojnë si përvoja mistike simbolike, liturgji sekrete ose teknika meditimi ekstazik, ndërkohë që qarqe ezoterike moderne i interpretojnë si përshkrime të kontakteve në dimensione ose qenie jashtëtoksore. Këto tekste i shërbejnë individëve të veçantë brenda strukturave qeveritare që të hyjnë në kontakt me këto qenie, natyrisht duke qenë të stërvitur mentalisht, sepse nëse nuk e di se çfarë bën, këto dije janë jashtëzakonisht të rrezikshme. Pavarësisht se shkenca moderne nuk i njeh këto tekste,
Kjo nuk i ka penguar CIA apo KGB-n që në fillim të viteve 50 të lançojnë një program sekret të bazuar tek fuqia mentale e individit. Ekzistojnë 3 figura kyçe që kanë arritur të kalojnë dyert e sigurisë në këto pallate. Njëri është profeti Ezekiel, pastaj profeti Enoh, dhe më moderni është rabini Ishmael, dhe është pikërisht ky që ka shkruar të gjithë procedurën e kalimit të pikave të kontrollit. Kini parasysh diçka. Nuk bëhet fjalë që ti shkon te Zoti dhe ai të pret krah hapur. Jo, është një procedurë mjaft komplekse dhe rrezikshme. Që njeriu të mbijetojë, duhet të di protokollin e saktë, dhe Enoku që kaloi provën, u bë pjesë e sistemit, u bë Metatron. Në çdo derë të këtyre 7 pallateve, nuk qëndrojnë engjëj buzagas, por ata janë praktikisht një sistem mbrojtësi i disiplinuar. Ja një përshkrim i një roje në pallatin e 6. Fytyrat e tyre qenë si pishtar, dhe sytë si rufe, dhe shpatat në duart e tyre nxirrnin zjarr. Në qoftë se udhëtari nuk ishte vulën e saktë, roja e shuante nga kjo botë, duke goditur menjëherë të folë që dilte nga goja e tyre. Çdo vulë kishte emrin dhe pamjen vizive të udhëtarit. Kur arrin tek dera e 6 e pallatit, të kërkojnë vulën me emrin, duke e paraqitur rojës në të djathtë me emrin Anauel, dhe pastaj ja tregon rojës në të maj, që i quhet Zaruniel. Nga pallati i parë deri tek i treti, je i detyruar të tregosh këtë vulë. Dhe pastaj kemi të përshkruar diçka interesante. Dera e tretë deri tek e pesta kishte një nxehtësi dhe ndriçim intensiv, dhe udhëtari duhet të thoshte disa fjalë specifike si hymn apo emra. Pra, duhet të lëshoni një frekuencë caktuar që dyert të hapeshin. Sot ne e kuptojmë se ka të bëjë me një kod zanor biometrik specifik në bazë të zërit dhe tonit të tij. I keni parë besoj filmat ku drejtori i bankës nëpërmjet zërit të tij aktivizon hapjen e kasafortës apo në saktë frekuencës së zërit. Pallati 6 kishte një anomali me ujin, sepse udhëtarit i dukej sikur shikonte mirë në valdeti apo ujë. Në fakt, aty nuk kishte asë një pikë ujë, por kishin marrë udhëzime se kur shikonin atë gjendje të mos përmendnin ujin, sepse ishin si faqe me një mermer të pastër në prani të kristaleve që shkëlqenin. Natyrisht që bëhet fjalë për dysheme që shkëlqenin në sajt të një teknologjie shumë të lartë. Kur udhëtari kalonte nëpër gjithë shkallët e kontrolleve, hynte tek ashtu quajtur Merhaba, apo tek froni ku sipas tekstit, gjysma qenë në flak dhe gjysma në akull. Përshkruhet si një shtresë që lëviz, apo më saktë, 2 shtresa që lëvizin në kat kundërta. Simbolizon një mjet pranisë hyjnore, strukturën e qiejve ose rruga shpirtërore drejt Zotit. Ka rrota brenda rrotave dhe sy që shohin. Ky objekt lëviz në çdo drejtim pa problem. Pastaj kemi një kasafortë kristali, mbi të cilin qëndron froni, i cili thuhet se është prej safiri me ngjyrë blu apo të ngjashme me gurët lapis lazuli. Ky fron nuk është statik dhe shkëlqen me një ndriçim elektrik. Pranë atij objekti qëndrojnë 3 qenie që janë pjesë përbërëse e atij objekti. Kerubinët, qenit të gjalla që mbajnë këtë platformë kristali me 4 fytyra, njeri, luan, dem dhe shqiponj, si dhe 4 krah, të cilët kur lëvizi krijojnë zhurmën e turbinës. Pastaj kemi serafimët, që qëndrojnë përmbi apo përreth fronit dhe përtasin gjithkohës i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, apo kadosh në hebraishte. Emetojnë një jashtëzakonisht nxehtësi, ku në kushte normale njeriu thjesht do të digjej. Ka në këto tekste diçka që është shumë specifike. Froni dridhet çdo mëngjes dhe nga i shpërthej shkëndija që krijon engjëj të rinj. Por kush ulej në këtë fron? Në këtë fron ulej Metatroni. Dhe kjo është arsye se pse këto tekste nuk janë pranuar në Bibël. Ulej pikërisht profeti Enoh, që u transformua nga një njeri në një qenie hyjnore të quajtur Metatron, i cili shërbeu si ndërlidhës midis njeriu dhe Zotit. Rabini mistik Ishmael shkruan se në disa raste froni ngrihej dhe largohej duke lënë një hapësirë boshe në pallat. Kuptohet se censura ndaj këtyre teksteve nga ana e Biblës nuk është e rastësishme, sepse hartuesit e Biblës donin një fe që të bazohej tek besimi, morali dhe bindja e verbër. Tekstet e Hekalot ofronin diçka krejt tjetër. Ofronin një përvojë të drejtë për drejtë, dije të fuqishme teknike dhe një fuqi të rrezikshme. Bibla u mendua si një libër për popullin, një bashkim ligje historish që të gjithë t'i kuptonin. Sipas teksteve të zbuara nga Bibla, Zoti nuk mund t'i afrohej me lutje nëpër kisha dhe sinagoga, por nëpërmjet një rrugtimi të rrezikshëm tek i cili duhet të kishe
edhe kodet e fsheta. Ka një histori në Talmud, ku 4 të urtë hynë në të ashtu që të nështjellë në një sferë qiellore. Njëri vdiq nga shoku, një i dytë u çmend, sepse nuk kuptonte se çfarë shikonte, i treti u transformua në heretik, sepse humbi besimin tek Zoti, duke kuptuar se ishin tallur me të. Për sa i përket kuptimit të Zotit, dhe vetëm i katërti, Rabini Akiva doli i shëndosh. Këto tekste përshkruajnë trupin e Zotit me detaje, duke përshkruar edhe një matje të saktë për masave të Zotit, fytyrës së shkëlqyeshme si dhe rrobave të tij. Po këto do t'i themi në një video tjetër. Qose Zoti është i gjithmundur, siç na kanë bërë lavashtruri, përse duhet të ketë roje? Përse feja i quan magji e zezë të gjithë vulat dhe kodet përshkruar tek Zoti? Në qoftë se ty të duhet një fjalë kalim për të kaluar pengesat, e shumta deri tek Zoti. I bie që Zoti nuk është Zoti, ai që na kanë thënë. Përse kongresmeni Ana Paulina Luna thot në tweet, lexoni librin e Enohut? Le të përmendje diçka mjaft interesante që na vjen nga komshinjtë e Malizi. Personi quhet Petar Drugi Petrović Njegosh, i njohur zakonisht si Njegoshi, dhe ishte një figurë shumë e rëndësishme historike, fetare dhe letrare në Malizi gjatë shekullit 19. Ishte mitropolit ortodoks i Malizi dhe Berdës, pra një udhëheqës fetar ortodoks, si dhe sundimtar politik, sepse në atë kohë vendi drejtohej nga princër Peshkop, të quajtur Vlladika. Vepra e tij më e njohur është Gorski Vjenas, apo Kuror Mali në Shqip. Ajo që na intereson ne është vepra reze e mikrokozmosit, në të cilën flet për krijimin e universit, rebelimin e engjëve, rënien e njerëzit, Adamin dhe Evën, si dhe luftën mes dritës dhe errësirës. Kjo vepër ka tone mistike, neoplatonike dhe të frymëzuar nga tradita biblike dhe ortodokse. Disa e krahasojnë me parajsja e humbur të John Miltonit. Në veprën e tij paraqet një ide shumë mistike dhe jo tradicionale për Adamin. Ai thotë se shpirtat ekzistonin para jetës njerëzore. Ndodhi një rebelim kozmik kundër Zotit, ku Luciferi udhëhoqi kryengritjen dhe me të u bashkua dhe Adami kundër Zotit. Sugjerohet të veprës se rënia e Adamit në tokë nuk kishte të bënte me mëkatin në Eden, por një lloj dënimi pas një lufte qiellore, gjë që do të thotë se toka ishte si një vend internimi për shpirtin njerëzor. Pra që ta përmbledhim, Luciferi që është edhe njëkohësisht prushti i dritës dhe që nuk ka të pamjet frikshme që kisha na ka mashtruar gjithkohën, rebelohet kundër Zotit dhe ushtrisë së tij, i bashkohet Adami, i cili pas humbjes, që i vetmi që u ngjit tek Zoti dhe i kërkoi falje për tradhtin. Zoti ja fali jetën, por e uli poshtë në tokë si dënim. Këtu kuptojmë se nuk ka asnjë lidhje historia e Adamit dhe Evës siç na kanë treguar tek kopshti i Edenit. Vetë Bibla është e mbushur me gabime. Si u shumua rase njerëzore pa vdekjes së Adamit? Mbeti Eva me 2 djemë, Kainin dhe Abelin, pra nëna me 2 djemë, që do të thotë se kemi incest të pastër. Thuhet se dëbimi këtyre shkrimeve nga Bibla është realizuar në koncilin e Nikës në vitin 325 nga car Konstantini. Pastaj kanoni biblik u formulua ngadalë me kalimin e shekujve. Natyrisht sot nuk folën për librin e gjigantëve, të cilët kanë këndvështrimin e tyre për këto tema. Këndvështrim ky që të na ndihmonte që të shihnim qartë se me çfarë kemi të bëjmë në realitet. E kuptoni tani se fenomenet UFO janë shumë më të vjetra se sa fetë e vjetra. Dhe këto tekste na mundsojnë ne që të kuptojmë më mirë botën që na rrethon, i pëlqen apo jo dikujt. Ndoshta Steven Greer ka drejtë. Qëllimi është të ndodhë një zbulim i vërtetë i përjardhjes sonë dhe jetës në planetin tonë. Apo po përjetojmë një variant të gënjeshtër dhe një operacion psikologjik që ka për qëllim të përgatisë njerëzimin për luftën e shenjtë. Ai thotë se kjo është faza finale e programit Blue Beam, program ky që e bëri publik gazetari kanadez Serge Monast në 1996. Këto tema desha ndaja me ju sot, duke bërë një përpjekje modeste që dikush të hapë syt dhe të kuptojë një herë mirë mashtrimin fetar. Sidoqoftë, qëndroni në kanal, regjistroni dhe deri tek emisioni i radhës, mirupafshim.